pse nuk po e ul akcizën për karburante edhe Kosova. Me fillimin e luftës mes Amerikës e Izraelit kundër Iranit është mbyllur edhe ngushtica e Hormuzit, e cila ka ndikuar direkt në shtrejtimin e naftës në shumë vende të botës. Në shumë vende të botës ka pasur reagime të menjëhershme për këtë nga shteti për t'u lehtësuar qytetarëve shpenzimet e shumta për karburante. Njëjtë kanë vepruar edhe në disa vende të rajonit. Për shembull, Shqipëria ka vendosur uljen e akcizës së naftës për 20%. Maqedonia e Veriut e ka ulur TVSH nga 18 në 10%, Molizia ka ulur akcizën 50% për naftë e 25% për benzinë. Serbia e ka ulur deri në 60% akcizën, në anën tjetër Kroacia e kufizoi rritjen e çmimeve të karburantit, kurse Slovenia ka vendosur kufizime të përkohshme për blerjen e karburantit, pasi në shumë pompa të derivateve kishin mungesë karburanti. Ndërsa në Kosovë, megjithëse ka pasur shumë fjalë për të ndërmarrë masa, nuk e kemi pa ende asnjë veprim konkret.